Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje u ndjekës të kanalit tim. Ja ku po takohemi sërish të sonte me rrëfimin e radhës. Do të flasim për dhimbjen më të madhe shqiptare, do të flasim për emigracionin. Letra që më është shkruar në adresën time, më është shkruar pikërisht nga një emigrant i cili tregon dhimbjen, tregon tmerin, tregon shpirti i tij se çfarë ka përjetuar në gurbet. Të jetosh në gurbet nuk është e lehtë. Ato që e kanë provuar, ato që e kanë shijuar dhe ato që jetojnë, e dinë dhimbjen më të madhe që të fal gurbeti. U linda në një shtëpi të vogël, me mure të çara dhe me dritare që në dimër nuk mbanin as erën jashtë. Nuk kam lindur i varfër nga dembelizmi i prindërve të mi, por kam lindur i varfër nga fati. Babai im punonte sa herë gjente punë, ndërsa nëna ime mbante familjen me duar të çara nga puna dhe zemrën e lodhur nga hallet. Që fëmijë mësova se buka nuk vjen vetë dhe se ëndrat në jetë kushtojnë. Çdo mbrëmje e mbyllnim ditën duke numëruar monedhat mbi tavolinë. Jo për luks, por për të ditur nëse do të kishim bukë edhe nesër. Unë isha fëmia që në fakt shikonte nga dritarja, duke ëndruar një jetë krejtësisht ndryshe. Emigrimi për ne nuk kishte dëshirë, por në fakt ishte shpresa e vetme si shumë shqiptar. Kur u rita, kuptova se në vendin tim nuk kishte vend për ëndrat e mia. Punoja gjithë ditën dhe prap nuk mjaftonte. Çdo muaj ishte një luftë. Çdo dimër ishte një frikë. Dhe çdo natë një mendim i vetëm që më mbluante mendjen time. Duhet që të iki, thoja vetes. Vendimi për të emigruar nuk u mor nga gëzimi, por u mor me shumë lotë. Nëna ime qau në heshtje. Babai nuk foli fare. Më dha vetëm një përqafim të fortë, sikur donte të më mbante për jetë. Nuk kishte para për udhëtim të sigurt. Nuk kishte plane. Kishte vetëm guxim dhe dëshpërim. E mbaj mend të u nisa natën. Një çantë e vogël, disa rroba dhe një fotografi e familjes time. Asnjë gjë tjetër. Udhëtimi ishte shumë i gjatë. Ishte i frikshëm dhe i poshtërueshëm. Kam fjetur në vende ku as kafshët nuk flenë. Kam pasur frikën për jetën time. Kam parë njerëz që u janë kthyer mbrapsht edhe të thyer. Por kam parë edhe njerëz që nuk ishin kthyer kurrë. Kur mbërita në vend të huaj, mendova se gjithçka do të ndryshonte. Por e vërteta më goditi fort. Askush nuk të pret me krahët e hapur. Je vetëm një numër, një emigrant, një i huaj,
gjuha që ishte murr dhe njerëzit që ishin të ftohtë dhe puna që ishte shumë e rëndë. Punova gjithçka që më dilte përpara. Ndërtim, pastrim, punë nate. Trupi më dhimbte çdo ditë, por zemra më dhimbte edhe më shumë. Jetova në dhoma të vogla me njerëz që në fakt nuk i njihja. Hanim bukë të ftohtë dhe flija me rrobat e punës. Netët ishin më të vështirat. Telefonatat me familjen më shkatërronin. Nëna mundohej të më jepte kurajon, por unë e ndjeja se ajo po plakej. Po plakej nga malli, ndërsa babi më thoshte mos u dorëzo. Por askush nuk më pyeste se si unë ndjesha. Kaluan muaj, pastaj vite. Para dërgoja në shtëpi, por veten e harrova. Nuk kisha kohën për jetë, nuk kisha shok, nuk kisha dashuri, kisha vetëm punë edhe lodhje. Emigrimi më mësoi që të jemi fort, por më vodhi rinin. Në një moment mendova se po fitoja. Mora dokumentet, mora punë më të rregullt. Por humba diçka tjetër. Kur u ktheva për vizitë, pas shumë vitesh, shtëpia nuk më dukej më si shtëpi. Prindërit kishin ndryshuar. Edhe unë kisha ndryshuar. Nuk isha më ai djali që kishte ikur. E kuptova se emigrimi nuk të bën gjithmonë fitues. Të jep para, por të merr kohën. Të jep bukën, por të merr shpirtin. Të jep siguri, por të merr përqafimet. Sot jam ende larg. Ende punoj. Ende dërgoj para. Por në fakt, unë çdo ditë e pyes veten. A ja vlejti? Nuk kam një përgjigje të qartë. Di vetëm që sakrifica ime ishte për familjen. Dhe nëse ata janë më mirë, atëherë dhimbja ime nuk ka kuptim. Ky është emigrimi. Jo ajo që shihni në foto, jo buzëqeshjet e reme, por lotët e fshehur, vetmia dhe forca për të vazhduar kur nuk ke më fuqi. Nëse mendon që të ikësh, dije një gjë. Emigrimi nuk është fundi i halleve. Është vetëm një luftë tjetër dhe jo të gjithë dalin fitues. Këto janë fjalët e ndjera të këtij djali që unë me këtë rrëfim dua të përshëndes të gjithë mërgjimtarët, dua t'ju uroj vetëm shëndet dhe uroj me zemër që sa më shpejt ato të kthehen, të jetojnë me prindërit, me familjen dhe të shijojnë dashurinë që të falat dheu.